Se ne si qenie shpirtërore që po jetojmë një eksperiencë njerëzore, kemi free will, të drejtën për të vendosur vetë. E vendosim nëse do punojmë me veten, e vendosim nëse do i bëjmë skip një live-i, një grupi që na ofrohet, një trajnimi që na ofrohet, një mundësie që na ofrohet, një libri që na ofrohet. Dhe nëse ti e vendos që do punosh me veten dhe e merr këtë energji që unë të jap, që e kam testuar te vetja dhe funksionon, bravo, të lumt. Nuk do marrësh ndonjë medalje nga njerëzit ose duart trokitje, mos e prit këtë gjë. Fundja nuk po e bëjmë për këtë gjë. Punoj me veten që medaljen ta marrim kur ne jemi në ato situata të jetës që më përpara nuk i kemi shijuar dot e tani i shijojmë. Medaljen e marrim kur jemi përballë fëmijës dhe më përpara i kemi kaluar atë metodën e prindërimit të prindërve tan, po tani jemi shumë të vetëdijshëm si prindër. Kjo është medalja që ti merr kur punon me veten dhe shëron veten. Kështu që është shumë e rëndësishme të punosh ti vësh në punë të gjitha çfarë unë shpjegoj. Kto janë vite eksperiencë jete. Janë vite trauma, edhe dhimbje emocionale të shtypura, që unë nuk e dija që ishte dhimbje emocionale deri në momentin që mësova si të punoj me veten. Por mbi të gjitha janë vite studime, para se të hyja live sapo mbylla provimin e radhës, sepse nuk mjaftohem me kaq, dua të di më shumë unë për veten time, nga që po rrit një fëmijë, dhe në radhë të dytë dua unë të jem e qetë kur ofroj trajnimet, si falas, si me pagesë. Dua të jem shumë e vetëdijshme për atë që unë ofroj. Dhe dua të jem e updateuar me ndryshimet që bëhen si në shkencë, por edhe në nivelin tim të vetëdijes, ta vazhdoj veten vazhdimisht. Dhe mbaj mend diçka që mos ti marrësh është shumë e lehtë, ta refuzosh diçka. Është shumë e lehtë, do qëndrosh aty ku ke qenë për shumë gjatë, por që ta marrësh kërkon shumë guxim, po të shpërblet gjithmonë.